Rikthehemi së bashku miq të dashur në pjesën e tretë. Keni kujdes, është shumë nxehtë. Nuk e di nëse është nxehtë, e di që është nxehtë me disa hite, me disa këngë interesante dhe me këngën që ai ka lansuar në studion e tij. Kantautori natyrisht dhe artisti i njohur Yusni Kleinaku është me ne dhe më tha, duke qenë që herën e kaluar isha në studion tuaj, e pash, unë deva mirë, më pritet mirë, tha këtë radhë dua të jem nga studio ime pa diskutim dhe ne thamë që mjafton që je nga studio jote edhe je në këtë program. Unë dua ta përshëndes në këtë moment Yusni, faleminderit që je me ne. A je mirë? Përshëndetje Maksi, faleminderit edhe për juve që mund jemi pranishëm përmes Viberit, bëhet dëgjues të juaj dhe shikues të juaj. Je tek studia jote, aty në fakt ku krijohen këto hite, këto këngë të bukura. Kë ke në dorë tani, çfarë këngë je duke bërë apo nuk e di? Për kë, ndoshta nëse mund ta dim. Po për të qenë shumë real, kësaj radhe më keni gjetë me, do thotë, gjatë punës, gjatë procesit punës, është këngëtarja duke kënduar na pret Mima Kastrati. Okej, me realitet këngën e saj, por na pret për disa minuta. Okej, prit edhe disa minuta. Ja bëm edhe reklamën shumë mirë dhe këngëtarës që do të vi. Shpresoj të jetë një hit, ajo. Është kënga e saj e parë tek studia jote, tek ti, apo bashkëpunon gjithmonë me të? Krijon. Jo shumë vite, po para disa vite kemi bën një duet, kjo ka bën me një këngëtar tjetër. Ndërsa tash është kënga e 6 me radhë, që se një buqet këngësh që është duke realizuar tek unë. Le të jenë këngë të bukura dhe pa diskutim, nuk kemi dyshim. Po, kthehemi tek, sepse ti punon edhe për veten tënde, jo vetëm për artistë të tjerë dhe mirë bën. Para pak orëve është lansuar projekti muzikor më i ri. Siç më duket, ne kemi diskutuar kur ishe në studion ton që ti do të vish me një projekt tjetër të ri, dhe kënga mban titullin në 2 minuta dhe unë dua të jap një kompliment si fillim, e di pse, sepse kur thash 2 minuta, thash ty ta shikoj komplet dhe videon, mos është vërtet edhe si minutazh 2 minuta, jo, ti nuk e qëndruar si këto këngëtarët e ri që 2 minuta, madje edhe deri në 2:30, por kënga kishte më shumë se 3 minuta dhe ishte një këngë shumë e bukur. Flasim paksa për kur ka qenë gati ky këngë, domethënë flasim në studion tënd dhe më pas doje ta sjellje edhe me video. Po, fillimisht është realizuar teksti edhe pastaj edhe komponimi dhe orkestrimi, të cilat prap do të t'jem bë nga unë këtu, me qenë se po punoj edhe për të tjerët, po ndoj kohën nga njerë edhe për veti. Mendova një ritëm pak ma veror, kështu që edhe gjerimet I mendova për me I bë kështu me diçka verore freskuse. Se 2 minuta është qasti për të cilën ka lind kjo dashni, nuk është do të gjatësia këngës, sepse edhe komentet në YouTube të vijnë të shumë komentet, më të shumë atë janë që kënga nuk qenë ka 2 minuta, po bile thonë sa 3 minuta e 36 sekonda, ose dikush thotë gati 4 minuta. Domthonë është bë kjo ne na konvenon ka njerë kjo lloj ngacmimi I fjalëve. Është vërtet. Por kënga nuk ka vetëm ritëm dhe nuk është ka vetëm det dhe kështu këngë verore, por ka edhe dashni brenda, Mua më duket që ka, se akum arrit ati qëllimi I gëzohem. Ka edhe dashni brenda. Si janë komentet e kolegëve të tu për këngën, për shembull, më tregot drejtën, Yusni, apo ta bën share, le të flasim me këtë gjuhën e kompjuterit, dikush nga kolegët e tu po ta shpërndan në rrjetet sociale të tyre apo jo? Siç bën ti në fakt? Po, kam në rrethin tim dhe thotë se çdo në asnjë mënyrë jo të gjithë nga bestrada kështu, po disa me të cilët edhe punoj, bashkëpunoj edhe rri, vazhdimisht është edhe reciproke, ose kur bëjnë ata ndonjë projekt, unë do të thotë një komentet më mirat, më të arsyeshme për momentin I jap,
edhe bëj shpërndarjen do thot në rrjetet e mia sociale. Njëkohësisht edhe ata do të më kthejnë dhe a di qysh na kishim dashur hala më shumë, po mirë është. Më bëri përshtypje dhe më pëlqej shumë fyelli dhe violina në këtë këngë që kanë ndihmuar miqtë e tu aty. Janë pari dhe masovik është Gentian Aliu, violinisti, që nga fillimi dëgjohet violina, ndërsa dhe Gent Hoxha, që është profesionalist në instrumentet frymore dhe sidomos tradicionale, do thotë edhe shteli po fyll dhe kavaj, do të thonë e poshtarsyeshme mbas 2 strofa me mu zhvillu diçka edhe me një instrument etno, me qenë se vitet po ikën dhe unë do thotë nga dal jam pozicionu tamam kështu në muzikën popullore, kështu që kam qef me pas gjithmonë pak elemente të folkut tonë. Dhe ke bërë shumë mirë, por janë luajtur tek studia jote, domethënë fyelli edhe violina live aty apo jo? Kur është regjistruar kënga? Të dyja këtu. Mirë, dua të them i kënaqur me se shikohen edhe tani për shembull po matën edhe këto klikimet në YouTube. Deri tani sa ka kohë që është kënga në YouTube, je i kënaqur? Fillimet do të ditë e para, sepse sot është vetë dita e dytë. Për shembull, me qenë se jemi në ngjarje, është duke shkuar më mirë se balada. Po shkon më mirë se balada. Mirë, kemi një ndërprerje. Po mirë se balada, ndoshta e kam shkëllu edhe kohës, edhe xherimi, po shkon me, do të thotë ajo freskia e liçenit të ohrit, besoj që po shkon me freskinë që kërkon kjo vap. Ndoshta edhe teksti, edhe ritmi pak më veror, që ta bëjnë ka pak, po është duke shkuar më mirë. Por ndryshe veç edhe pak kur tha që kur isha për me prezentu baladën, kam dhënë premtimin që do të vi me një projekt, e kam mbajt premtimin maksimum. E ke mbajt premtimin, prandaj unë dje kontaktova dhe ti them një herë, po vetëm na theja ka mundsi nga studio ime dhe kur jemi tek studio jote, e ke freskët aty se zakonisht to studio që janë të izoluara, ke janë pak edhe të nxehta, po ke çdo kusht është aty, edhe freskia. Me të thonë drejtën, pjesën ku punoj unë, kam kondicioner. Ndërsa pjesa ku rrin këngëtari, po shëshër zotit nuk rrin gjatë. Gjatë, sepse nuk duhet pengon. Nuk kam të krijohet zhurmë, as nga fryma do të Thuaj këngëtarës të dale pak, se kemi ca biseda ne. Thuaj të dale pak nga studio aty, se kemi ca biseda edhe pak minuta së bashku. Besoj se do kesh edhe koti edhe pak minuta. Dhe me që jemi të studio jote, e di që zakonisht ju që krijoni në studio edhe bëni këngë, nuk e di ju vjen mëngjesi, ju gjen aty, por a ke ndonjë koltuk, divan, krevat aty që të merr gjumi nga njerë dhe ja fut gjumit në studio? Po zbuloj një fshetësi të vogël që e din gjithë kolegët e studiove, po e din edhe këngëtarët tash nga dal e kanë mësuar gjithë, ndoshta i ka tregojnë edhe njëri tjetrit. Unë e bëj përjashtim nga të gjitha studiot muzikore ndoshta, se nuk rri vonë. Nuk rrim vonë. Maksimumi deri në orën 22. Okej. Ndërsa vi në orar punës si për shembull në ora 11 filloj punë deri në 16. Është një orar do thotë që jo i zakonshëm për studiot sidomos shqiptare. Sa e di unë rrin të gjithë dhe i vonë i rëmben do të thotë emocioni, rëmben puna dhe i qel sabahi. Ti ke në orën 10 mbyllet. Kam një orar dhe i përmbahem. Mirë bën në faktë, se duhet edhe ai pushimi, relaksi, më pas për që një freskët nesër për të tjera punë edhe krijime muzikore. Pak më parë, përmendëm pak theje i kënaqur dhe si po shkon edhe me klikime. Çfarë mendon ti për këta që rrëmben për 24 orë 1 milion klikime? Është mënyrë e tyre punës, ndoshta
reklama, marketingu, apo edhe blerja? Ata ja kanë qitë rrethin dykon edhe po arrin dykon sepse po i joshin disa prej se më thonë punëve që ata dëshirën me bo, sepse me gjithat publiku nuk është i gjithi në rrjedha dhe e shë ato klikime milion që dhe thotë, këko ka këngëtari i kërkuar. Ndërsa pëzdom i shohin të unë, thonë, le se kësë ka kërkuar. Po, se di, më kam shkuar vazhdimisht me këto realet, sepse se di, ndoshta edhe një jetë jam i tillë, s'po du me fol për veten, po nuk kam këngë që do të dëgjohen më pas matës i kohë, do t'i mas më mirë se sa klikimet. Dhe kur jemi të këto klikimet e këta artistët në faktëri, për shembull, nuk kemi asnjë gjë, janë këngëtar modern të kohës për shumë arsye të ndryshme, a e dëgjon Hysni Klinaku, a dëgjon Gjestin për shembull një pyetje kështu e zakonshme, ose a e dëgjon ti Tajnën? A dëgjon? Po. Thënë sinqert, kur det pëzom kënga e re, qoftë Gjestit, qoftë Dafinës, Yllit, Tajnës, po, shumë kam dëshirë me përcjell çka ka bë, çka ka sjell. Edhe zakonisht ndodh. Tash t'jem krejtë sinqert, mund të ndodh që e goj veç 2 minuta. Vetëm 2 minuta, më pas. Po aq po i bëjnë në minutazh mirë, jemi 2:30 maksimumi. Nëse më pak të më një humor, po ndodh që nuk e dëgjoj në fund, po kam dëshirë me po çka kanë sjell. Në të çdo zhanri. Peso, ndoshta të folklori më i rënd, edhe ndoshta të një rapsodi atje, kam dëshirë me konë rrjedha, po puna e studios ma bën këtë lloj, do të thotë, takim këtë kërkesë. Për me konë ma i përgatitur, sepse në studio normal kemi kërkesa të ndryshme, që nga folklori, unë për vete shkoj deri te muzika arktuse shqipe, jo te repi dhe jo te R&B-ja. Dhe këto muzikat moderne të fundit, a është në derën e studios tënde ndonjë emër, e marrim kështu në mënyrë metaforike, që është person non grata, ndonjë artist, ndonjë këngëtar, qoftë edhe nga këngëtarët e ri që nuk duhet të trokasë në derën tënde. Nuk është nevojë ta thuash emrin, por nuk është i pranueshëm, thënë ndryshe. Apo nuk ke ndonjë? Jo, me këtë gjithë. Thonë kështu me plot përgjithësi me publikisht, që mu ban 23 vite punë në studio, ingjizime, orkestrime. Nuk ka kësi rasti edhe kur kalojnë kaq vite, vërtet ndjehem krenar për këtë punë, sepse do t'ishte shumë ndoshta për mu, do t'ishte e rëndë me pas rast të tillë, sepse ja se kom prit mirë, se që ndodh shumë shpesh, ndoshta se fshe që ka bën një këngëtar 2 këngë, ka bën 3, ka bën ndoshta 1, ka bën 10, dikur do të thotë ka dashur me ndryshu pak, edhe ka shku tjetër studio. Ka raste edhe që unë vetë i propozoj këngëtarit ndroje pak. Ke bo 2 këngë me mu, shko të filën kompozitori, provo. Do më thonë nuk, në raste të tilla nuk kam kriju raste që do të thotë me pas non grata në kolega po në të pa dëshiruar, ta themi në shqip. Hysni, si ke punën ti me ChatGPT-n, unë klikova paksa, unë nuk e përdor, por mu desh ta përdorja për ty. Fjala e parë që për ty thonte ChatGPT-ja ishte Qyteza Obiliq. Shumë mirë, po. Shumë mirë, je dakord. Se ti aty ke lindur, apo? Tash pak biografi, unë kam lindur në fshatin Mëzgët të komunës së Obiliqit. Obiliqit, okej. Tash po vazhdoj. Shkollën fillore dhe të mesme kam mbaruar në Obiliq. Po? Pastaj në Prishtinën e kem ngat. Po shumë afër. Si më rrit me hyp autobusit, kam marrë Prishtinë edhe Prishtina më rëmbej.
që nga i zgjuar ky ChatGPT, ka menduar që nga njerë ja fut kod, po jo, se pas a futur kod këtu. Jo. Me të hajtë edhe një zbulim të vogël, tash unë në tokën që e kemi trashëgim nga babaj, është në fshatin Mazgjet në Obilisht, dhe unë çdo verë kam marrua një shtëpi verore të vogël, edhe aty nga Porriku deri në 1 shtator jam një fshatar, kështu që bio, taman bio. Edhe bën shumë mirë. Jemi tek vera, koncerte, dasma, ku je më shumë i angazhuar? I kërkuar? Më shumë në dasma, kryesisht në dasma, në ahengjet familjare të tëtë. Dhe si vjet fillojnë diku nga gjysa Korrikut dhe çuditërisht unë po mendoj mos po ndodh si në Shqipëri, se Shqipërisë zona është më shumë kashtatori si në Vjeshtë, dhe tutje zgjatet më shumë, diku deri te fillimi i tetorit. Kështu e kam një agjendë të rezervuar. E pas 2 minuta në verë do të kemi në një projekt tjetër nga ti, përveç se këngë që krijon për të tjerët? Për me vazhdu ndoshta me majt fjalën, jo deri në Vjeshtë. Jo deri në Vjeshtë, se janë angazhime. Se kem pushimet familjare bashkë me familjen, edhe mu kthy në gjysë Korrikut edhe me vazhdu me ato që na kanë angazhu dhe ata që na përcjellin edhe që na dojnë. Domethënë me dasmat, me mbrëmjet me vazhdu deri në dykon nga fundi i shtatorit. Kështu që pastaj edhe vinë ato festat e fundvitit dhe kështu fillojmë më përgatit për atë pjesë. Mirë, faleminderit shumë për kohën, tani edhe kërkoj falje nga ana jon këngëtarës, kështu që vazhdoni regjistrimin e këngës dhe ne në këto momente do të kërkoni edhe falje. E përshëndesim nga studio e programit për ditën mbar nga Televizion 21. Edhe thuaj në emrin tonë që ke shkuar tek studio e Dur, do të jetë një këngë shumë e bukur, besoj, me shumë kënaqësi dhe këtë projektet e saj muzikore nga ti.